Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histria Miskovski, siguroi qytetarët se qeveria do të reagojë sipas nevojës për të ruajtur çmimet e ulta të karburanteve. Ne do të vazhdojmë të jemi shteti me çmimin më të ulët të benzinës dhe të naftës, edhe pse çmimi i bursës dhe prodhimi nuk varet nga ne, dhe nëse kemi të bëjmë një biznesmen të mirë apo të keq dhe një politikan të mirë apo të keq, të gjithë blejmë nga vendi i njëjtë, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Reagimi erdhi pas rritjes së çmimeve në tregjet ndërkombëtare në kushtet e rikthimit të luftimeve mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Zëvendës kryeministri i parë i Kosovës, Glauk Konjufse, paralajmëron se Albulena Xhiu do të jetë përsëri kandidate për kryetare e kuvendit, ndërsa pranoi se kjo çështje nuk është biseduar në lëvizjen vetvendosje. Konjufse garantoi mbështetje për të. Jo, deri tash nuk e kemi biseduar atë çështje, por këto do të merren brenda organeve të vetvendosjes. Në mbledhjen e ardhshme të kryesisë unë mendoj që vendoset gjithçka, por unë mendoj që kryetari e kuvendit e tashmë e kemi vendosur, ai është Zonja Haxhiu dhe ky më mërmenja që do të jetë po ashtu propozimi i njëjtë. Domosdoshmëria e konstituimit sa më shpejt të institucioneve të Republikës Kosovës ishte edhe kryefjalë e takimit ndërmjet kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Avdigjiku, me ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë, Rainer Rudolf. Përmes një postimi në profilin e tij në rrjetet sociale, Avdigjiku shkroi se me ambasadorin Rudolf kanë diskutuar për zhvillimet e fundit politike në vendet, domosdoshmërinë e konstituimit të institucioneve. Sipas tij, LDK ka bërë të qartë qëndrimin se vendi ka nevojë për institucione funksionale, stabilitet politik dhe përgjegjësi shtetërore në shërbim të qytetarëve. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Bashkimi Evropian i vendos në dispozicion Francës dhe Spanjës avion zjarfikës, helikopterë dhe personel në luftën kundër zjarreve. Ndihma e mobilizuar përmes mekanizmit të mbrojtjes civile të Bashkimit Evropian përfshin 7 avion, 4 helikopterë të dërguar në Francë nga Republika Çeke, Kroacia, Gjermania, Portugalia, Slovakia, Suedia dhe Turqia, sipas një deklarate të Komisionit. Për Spanjën, bloku ka mobilizuar 6 avion zjarfikës nga Greqia, Italia dhe Turqia, ndërsa Portugalia ka vendosur 134 personel dhe 41 mjete për të mbështetur përpjekjet e zjarfikësve. Një oficer ndërlidhës i Komisionit Evropian është vendosur në Bordeaux për të ndihmuar në koordinimin e ndihmës së Bashkimit Evropian me autoritetet franceze. Në Spanjë, zjarret detyruan evakuimin e rreth 100.000 personave, ndërsa në Francë u evakuan rreth 220.000 të tjerë. Kryeministri Edi Rama premton një pagë ekstra për punonjësit e Ministrisë së Mbrojtjes që angazhohen në punën për shuarin e zjarreve. Thirrje e pati dhe për njësitë vendore që të shpërblejnë punonjësit zjarfikës. Apeli erdhi gjatë një takimi në bazën aerore të Farkës me zjarfikësit dhe trupat e emergjencave civile. Unë i kam propozuar qeverisë që të gjitha forcave që i përkasin Ministrisë së Mbrojtjes dhe të përfshihen në këtë proces të shpërblehen menjëherë, jo në fund, me një pagë ekstra. Ju bëj thirrje bashkive që të bëjnë gjithë gjë për trupat e tyre në territor dhe ta bëjnë këtë menjëherë. Rama siguroi se qeveria do të vazhdojë të investojë në modernizimin e shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe të shpëtimit për kushte më të mira për forcimin e bashkëpunimit me partnerët dhe sigurisht edhe për pagën. Kryeministri nënvizoi po ashtu dhe për rëndësinë e punës parandaluese në territor. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.